shikues të lajmi net. Gjindemi në fshatin Nikocë të komunës së Drenasit. E aktualisht jemi edhe në muajin e shenjtë të Ramazanit, ku për iftar kemi vendosur me shku tek Abedin Plakaj. Shikues të nderuar, ashtu siç edhe ju paralajmërova, kjo prapa meje është shtëpia e Bacës Abedin. Mirë sert. Bac, a je mirë? Mirë, si a më nërtë. Që ka dalë ti? A je mirë? Mirë jemi. Në hyrjen e derës së oborrit, para na del Abedini, i cili na uron mirëseardhje në shtëpinë e tij. E teksa futemi brenda, aty na presin bashkëshortja dhe nusja e Abedinit, së bashku me nipin dhe mbesën e vogël. E tashmë përgatitjet e ushqimeve për iftar ishin bërë, dhe siç e do zakoni, një dorë ndihme nuse i jep edhe gazetarja. Në tavolinë nuk mungonin ushqime të ndryshme, si mishi pulës, petullat, sallatat e ndryshme, por nuk mungante edhe ushqimi kryesor shqiptar, flija. E teksa gjithçka po bëj gati për iftar, zonja e shtëpisë, Ferideja, na tregon se si pritej iftarin në të kaluarën dhe se cilat ishin ushqimet që përgatiteshin. Të nëherë kushtet që kena pas një grave që shta. Se kur të ashtë ju, me dërë, sa me i kthejshëm. Në sëk që atë si pëqesën me unë një përzi, dhe sa me lakone e këtë. Të me pite mas shumë, të qurë, dhe të tërsa se kur të ashtë ju. Në dyrë kishëm qef, në aftësit mimo që unë sefer, në vdake mirë, o që ishëm sefer, anëshëm. Ta që me pritë, kërë vike ta një iftari, për një sak, ta ishëm pa një një. Ishëm qëtë në ka një sak, se kena një njuhën që ditën. E këtë nëherë s'ka pas valaj? S'ka pas dhe, na qashtët një në badakuj. Linja kanë qitë pite, kështë me ratë, në shta e ditë, për peqa, kështu, i kanë qitën seferin që herën. Me basi fyrin, me qitë pite, mund me hamë, na ta një se thmion që në vdake mirë, me që me hamë. Dishin, të thëshëm pa një njëna, familja ju se dvërgjel, ka dhe dve që ljene, nuk pa një me një njëna. Ndërsa i zotë i shtëpis, Abedini tregon për kohën kur a i kishte filluar për herë të parë agjërimin. A i na rrëfen edhe një rast kur kishte dalë natën së bashku me personin që lajmërante për kohën e syfyret. Mas pari kur ja kom nisë, vëlloj, me ndërprej, me atë kur më ka rada për në më bërbet, s'ku mujtë, po për shumë ka 7-8 vjetë, ja kom fillu. Moj menë se këty një herë, shumë, për syfyr e kemi pasën të pangji, për shumë për iftar, për shumë kur rejtë o pali me hamër iftar. Edhe për shamëll, për syfër ade i bike të pangjia na përkrejt kartonin dilke, po migja nuk e mërë këtë pangjil ade, një dit i thash, migj mere të pangjil, se unë e dalë me të pangjil me majt një fener, me abo drit natën të pangjis. Edhe e më rratë me të pangjil gati 2 ora të rratë kartonit, po, shumë me shëshru të pangjil. Qështë të doke? Po, më doke po, shumë kështë qanë, si kur kartoni edhe më, si mojnë qanë, do ishin qanë të shtirë, po, për krisme të panit ikshin, nuk që aty e fati si, dhe që ashtë ishë këtë më shkyllë, dhe të ke mas meje të pangjia, po krisme në të panit së në boj ke qanë një zhurë, në veshtë. E ushqimet e preferuara për iftar sipas zonjës së shtëpisë janë pitet dhe çorbat e ndryshme. Për iftar mas kam qef që veç mas shumë të pite jam. Gjithë ditën mësan, mramje? Pite, dhe që bab, qesën për mas ma janë pite. Qka ka qef ma shumë këta të shpis me u qitë? Pite edhe këta që janë. Slinjat, se pite. Që edhe që veç mas shumë të pite. Abedini thot se gjatë Ramazanit nuk mungon edhe ardhja e mysafirëve për iftar. Zakonisht thirrën,
për iftar, për shembull sebepat këshi, për shembull thirrën, nëse për shembull kur përgatitja e thirrë, për shembull kanë du me thirrë. Personi që du me thirrë e thirrë. Tash kërkush nuk pa shko mund gati pa e thirrë. Nëse bepat e motrat, për shembull, dhe motrat vëlla hajde për iftar, sonte në familja jote shku. Derisa po bisedonin për tradita shqiptare gjatë kohës së Ramazanit, tashmë kishte ardhur edhe koha e uljes në tavolinë, kishte ardhur koha e iftarit. E njoftimi për ardhjen e kohës së iftarit erdhi në mënyrë speciale. Kjo pasi që ishte djali i vogël i shtëpisë, ai i cili njoftoi se tashmë ishin dhezur kandilat. Allah ja bon kabul, gjithë kush keni agjeru, ja bon kabul dhe ja pranoj ta agjerim. Shumë faleminderit edhe juve, inshallah Zoti ja ka bërë kabul. Me një lutje për pranim të agjerimit, filloi edhe shërbimi me ushqime të ndryshme, që kishte përgatitur nusja e shtëpisë. Pas përfundimit të iftarit, tashmë kishte ardhur edhe koha e çajit. Pije kjo që nuk mungon në shtëpitë shqiptare. Duke pirë çaj e duke bërë muhabet, tashmë kishte rënë nata vonë. Edhe nena duhej të kërkonim leje nga Abedini për t'u larguar. Bac Abedin, shumë faleminderit edhe njëherë për mikpritjen, apo na jep leje mu quna që tash. Ende qofshi, haj bon shi faleminderit si keni gjithë kohën e orë. Rrim sa dëni. Jo, faleminderit shumë. Shumë faleminderit. Kur ç'është i keni anë. Shumë faleminderit. Me urata e falenderime, zojat e shtëpisë na përcollën, ndërsa Abedini na përcolli deri tek dyrët e oborrit. Derisa u përshëndetëm me të, ne i kuptuam që traditat e shqiptarëve për mikpritje, edhe pse janë venitur paksa, nuk janë shquar, dhe thënia për mysafirin buk e krip e zemër ron ende.